Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit shkurt për shenjën e Dashit. Java e parë e shkurtit do të jetë një javë me emocione të forta, do të jetë një javë ku ju do të reflektoni, një javë ku ju do të merrni përgjegjësi edhe për sjelljen tuaj, për momente kur mund të keni reaguar në mënyrë impulsive, mund të keni thënë gjëra bazuar tek egoja, tek krenaria juaj, por do të ndryshoni mendim. Do të ndryshoni mendim sepse data 1 shkurt sjell një hënë të plot në Luan. Dhe energjia e Luanit, duke qenë energji zjarri, një lloj si ju, do të ketë një impakt të fuqishëm për disa desh tek dashuria. Pra, nëse vite më parë mund të keni paragjykuar dikë, mund të keni thënë që si është ky person në marrëdhënie me një person të tillë, apo si është në këtë situatë, unë nuk do isha kur, unë nuk do e bëja kur, ndërkohë që jeta, fati ju ka sjellë në një situatë të ngjashme dhe tani e kuptoni që nuk duhet nxituar, nuk duhet paragjykuar dikush tjetër, sepse fati ndonjëherë pikërisht atë që ti thua nuk e bëj kur, unë nuk do jem kur në këtë pozicion, atë sfidë ta sjell, të vendos në bën një lojë me ty në një farë mënyre edhe të teston në këtë formë. Po mund të jetë edhe një situatë ku keni paragjykuar në mënyrë të padrejtë dikë dhe do të kuptoni që ai person ka më shumë vlerë, ka më shumë potencial, prandaj ajo dëshira për të falur edhe për të filluar një cikël të ri do të jetë shumë e rëndësishme për ju në këtë javë të parë. Për disa desh mund t'ju prek edhe tek çështje që kanë të bëjnë me fëmijët tuaj. Mund të keni pasur një bisedë me një mësues, me një pedagog, me dikë që jep mësim ose klasa fëmijës tuaj, mund t'ju ketë bërë një sugjerim, ju nuk ju ka pëlqyer, ju është dukur sikur ju ka thënë për inat apo jo në mënyrë pozitive dhe menjëherë keni reaguar, por ngjarjet e javës së parë të shkurtit do t'ju bëjnë të reflektoni dhe të kuptoni që po mësuesi ose mësuesja kishte të drejtë për atë që ju tha. Mund të jetë edhe një çështje që ka të bëjë me shëndetin, që ka të bëjë me mundet keni pasur një takim me ndoshta me mjekun e fëmijës, ju ka rekomanduar të shikoni një specialist për një çështje të caktuar, në moment ju keni reaguar në mënyrë protektive ndaj fëmijës duke mos e pranuar rekomandimin e mjekut, po do të shikoni disa shenja të tjera që do t'ju hapen sy dhe do t'ju bëjnë në fillim të muajit të merrni situatën në kontroll dhe mos të injoroni realitetin, rrethanat, çfarë ju shikoni, çfarë është e dukshme vetëm për të mbrojtur atë egon, atë krenarin që jo, kjo nuk po më ndodh mua, nuk është rasti im, nuk është fëmia im. Është shumë më mirë në disa rrethana, në disa situata që gjërat të parandalohen ose të merren masa sa më shpejt që të jetë e mundur. Nëse jeni në një situatë të tillë, edhe pse mund të jeni të ndjeshëm, mund të keni momente shpërthimi emocional në javën e parë, nuk duhen anashkaluar këto çështje. Për sa i përket punës, për disa desh mund të jetë një çështje impakti tek pjesa e punës, ku për shkak të asaj dëshirës tuaj për të qenë të parët, për shkak të asaj dëshirës tuaj për të qenë lider, për të qenë numër 1, për të fituar më shumë para, mund të keni pasur hatërmbetje ose mosmarrveshje, por do të kuptoni, do të ktheheni në realitetin e situatës për të kuptuar që po, ti mund të kesh potencial për të qenë një lider shumë i mirë apo një drejtuese apo drejtues shumë i mirë, por ka një hierarki, ka një radhë të gjërave, mund të jetë dikush tjetër që ka më shumë vite pune se ti, mund të ketë më shumë eksperiencë pune, mund të ketë një shkollim më shumë, pra janë disa faktorë që merret një vendim, jo vetëm dëshira dhe pjesa e personalitetit edhe pjesa e vendosmërisë që ti ke treguar si person. Java e dytë do të jetë një javë shumë pozitive për çështje që lidhen me paratë, me financat, ju shikoj shumë më mirë në këtë drejtim. Gjendja ekonomike juaj, shpenzimet, jeni në një fazë ku mundet edhe të jeni duke likuiduar disa nga borxhet që keni akumuluar më përpara, jeni shumë më të kujdesshëm dhe më të strukturuar me financat tuaja desh. Dhe kjo do të ndodhë sidomos nga data 14 shkurt,
kur Saturni futet në Dash dhe kërkon një disiplinë të jashtëzakonshme. Saturni nuk do të thotë që nuk do keni para apo do keni vështirësi, por do jeni ju shumë herë më të kujdesshëm me paratë që shpenzoni, përpara se të bësh një blerje, jo siç mund të kesh bërë më përpara në mënyrë impulsive, tani do ta mendosh 2 herë, 3 herë, 4 herë, ja vlen ta bëj këtë gjë apo jo? Më duhet vërtet kjo gjë apo jo? Ju shoh më tepër në atë ristrukturimin, do të kurseni, do të investoni, do të paguani kartat e kreditit, kredi që mund të keni të mbledhura, do doni të shlyeni në mënyrë që t'i keni financat sa më në rregull që t'jetë e mundur. Më pas, java e tretë do t'jetë një javë ku ju shikoj shumë në lëvizje, do t'jetë një javë ku ju shikoj shumë aktiv, një javë me lajme të ndryshme, një javë me situata ku mund të keni takime pune, mund të keni biseda që janë intelektuale, që janë të rëndësishme. Kjo do t'jetë një javë për shumë nga ju me çështje që lidhen edhe me fëmijët tuaj, sidomos ato desh që kanë fëmijë që janë në një moshë që janë të martuar ose janë në universitet apo janë në një moshë që mund të jetojnë me ju, mund të jenë edhe të pavarur, por do të kërkojnë nga ju, do të flasin me ju, do duan në që ju t'jeni afër tyre, mund të kërkojnë ndihmë prej jush në forma nga më të ndryshmet. Për disa desh shikoj edhe probleme që lidhen me fëmijët, probleme të natyrës, sidomos ata që kanë fëmijë që janë pak impulsive dhe të rrëmbyer, mund të kenë ata probleme nga ana ligjore, mund të kenë probleme që lidhen me gjykatat, probleme ku mund t'ju duhet të punësoni një avokat për të ndihmuar, probleme që lidhen me çështje dokumentash ose çështje punësimi. Shikoj një energji të fortë ajri, pra kush është dash dhe ka fëmijë që kanë ascendenten ose diellin në binjak, në peshore ose në ujor, mund ta ndjejnë më shumë se të tjerët këtë energji, këtë pjesën e impulsivitetit, të rrëmbimit, i duan gjërat shpejt, vazhdimisht mund të për shkak të asaj natyrës shpërthyese mund përfshihen në situata problematike ku më pas ju duhet t'i ndihmoni, ju kërkojnë para, ju kërkojnë favore, do të jenë situata të tilla, për disa në aspektin pak më problematik, për persona të tjerë mundet thjesht kërkojnë ndihmën tuaj për t'i ndihmuar me fëmijët apo për t'i ndihmuar për gjëra të tjera që ata kanë nevojë ndërkohë që janë në punë apo janë të angazhuar. Por java e fundit do të jetë një javë ku vetë ju shikoj të lodhur me ngarkesë, sidomos do të jenë të lodhur ato desh që tash kanë situatat me fëmijët, sepse do të bëni shumë, do të jepni shumë dhe do të ndjeni të tensionuar femrat e shenjës së dashit, sidomos ju shikoj të lodhura deri në fund të muajit për shkak të gjithë dashurisë, suportit, gjithçka që do të bëni për të tjerët, bëj për fëmijët, për familjen, për persona të tjerë, mund të lini veten bazdore dhe kjo pastaj do të përkthehet në iritim, në acarim, në shpërthim, kur nuk ke qetësinë e duhur, kur nuk fles sa duhet, kur nuk pushon, sigurisht të duket sikur dhe të tjerët do të përfitojnë prej teje. Prandaj përpiquni që të keni këtë harmoninë e mirë mes kohës që i dedikoni të tjerëve, por edhe kohë për veten tuaj. Por përveç kësaj shikoj edhe edhe një energji femërore, e cilën mund të keni probleme në javën e fundit. Mund të jetë mamaja, mund të jetë ndoshta edhe mamaja e partnerit, nëse jeni në një raport në çift, mund të jetë një femër, mund të jetë një shoqe, mund të jetë një person i rrethit tuaj familjar, është dikush që do të ketë vërejtje ndaj jush, është dikush që do t'ju ngacmoj, është dikush që është një person shumë emocional, me një ngarkesë shumë të fortë emocionale, mund të ketë pasur një problem kohët e fundit vetë, problem që lidhet me një shtatzani apo me fertilitetin dhe këto pastaj atë ngarkesë që ka ose atë mërzi që ka do ta nxjerrë tek ju në një formë
ku mund të debatoni, mund të grindeni, mund t'ju duket sigur po tregon një lloj padrejtësie apo një lloj paragjykimi ndaj jush. Sa më shumë që t'jeni diplomatik, desh aq më mirë do t'jetë. Sa më shumë të tregojeni të vendosur, aq më mirë do t'jetë. Energjia e Saturnit në shenjën tuaj për 2 vitet e ardhshme ju thot gjithashtu të vendosni kufij me njerëzit. Pra që çdo person ta di deri ku i ka limitet e veta, sa mund t'ju ngacmoj, sa mund të thot edhe sa ju i vendosni si moment dhe thoni ok, ky është mendimi yt, por nuk mund të më cënosh ose të më mërzisësh ose ta kalosh këtë gjë. Kjo pjesë, vendosja e kufijve, të qenurit më të matur, më të pjekur, të respektuarit të vetes më shumë dhe të mos i japësh të gjithëve akses të kohës tënde, të vëmendjes tënde, do të jetë shumë pozitive në afatgjat. Edhe nga orakulli i mesazheve nga universi, mesazhi për ju më thot: The moment I embrace my peace within and surrender, the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Pra në momenti që ti je në qetësi, je në paqe të brendshme shpirtërore dhe i dorëzohesh rezultatit, thua të shkojnë gjërat si të shkojnë gjërat, unë bëra timen, bëra maksimumin tim. Vetëm atëherë universi mund të t'jap ato rezultatet më të mira dhe mund të t'jap opsionin që ti ndoshta edhe nuk i ke menduar. Dhe kjo vlen shumë sidomos për gjysmën e dytë të muajit, sepse ti nëse bën për fëmijët, bën për familjen, bën për persona të tjerë, i ndihmon dhe prap janë të pakënaqur, prap nuk e pëlqejnë diçka, prap kërkojnë më shumë, më shumë, më shumë, prap kanë ankesa, do të vi një moment që e vetmja mënyrë për të pasur qetësi edhe paqe është të thuash unë bëra më të mirën time, bëra aq sa mund të bëja, kjo është më e mira ime dhe unë jam në paqe me atë çfarë kam bërë. Pjesa tjetër pastaj e ka në dorë Zoti, e ka në dorë universi, gjërat do të shkojnë sipas fatit, siç janë të shkruara, siç janë të planifikuara. Në këtë formë ju do të gjeni qetësi dhe do të shikoni që gjërat do rrjedhin më mirë, do të ecin ashtu siç duhet. Nuk mundet që vazhdimisht të jepni pa parë rezultate, pa marrë rezultate dhe pa u vlerësuar sa ç'duhet nga të tjerët, sepse këto janë dy persona, shikoj, personi i javës së tretë dhe personi i javës së fundit që gjithmonë kanë ankesa ndesh, gjithmonë kërkojnë më shumë edhe kanë një mënyrë të kërkuarit të gjërave, i pari në mënyrë impulsive, në mënyrë të rrëmbyer, pa i menduar që ti mund të kesh edhe nevojat e tua, dhe personi i dytë me një papjekuri totale emocionale, kërkon gjëra që nuk i takojnë, gjëra të cilat ti nëse i bën nga dashuria apo nga për shenjë respekti, por që nuk të takojnë që ti bësh. Do t'jetë një muaj ku do duhet vërtet që këto raportet ndërnjerëzore, familjare, shoqërore në punë, ti sqaroni dhe të vendosni një lloj rregulli në dinamikat e ndryshme në jetën tuaj. Okej, Desh, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin shkurt. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek përshkrimi dhe gjithashtu tek poshtë tek video. Ju falenderoj, ju uroj gjithë të mirat dhe bashkë do dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit, mirupafshim.